Nëse ju jeni banor të Tiranës do të pyesja, se kush është gjëja që ju streson më shumë në përditshmërinë tuaj, unë kam një bindje gati të sigurt që do ta gjej kush ishte. Ta bëj një provë? Unë them është kjo. E gjeta? Është e çuditshme se si për të gjithë rezidentët e kryeqytetit, fjala stres është e lidhur gati në mënyrë automatike me fjalën trafik. Ti thua trafik, ai automatikisht mendon stresin, apo dhe e anasjellta. Ti përmend stresin dhe ati automatikisht mendja e shkon te trafiku. Dhe trafiku në Tiranë është vërtet monstruoz. Unë jam shumë i sigurt që gjithë secili prej atyre që jetojnë çdo ditë atë, mund të kenë rekordet e tyre personale, por unë rekordin tim të trafikut, për shembull, e kam para rreth një muaj e ca, kur vija nga Fieri dhe Mudeshën, 1 orë e 20 minuta, të vija nga Fieri deri tek mbikalimi i Rinasit, rreth 105 kilometra me prapërsi, dhe Mudeshën 2 orë e gjysmë, të vija nga mbikalimi i Rinasit te stacioni i trenit. Rreth 8-9 kilometra. 2 orë e gjysmë. Çmenduri. Trafiku në Tiranë është vërtet një eksperiencë shumë negative për ata që e përjetojnë. Dhe dëmet e tij janë nga më të shumëllojshmet. Një ndër dëmet që shkakton trafiku është pikërisht stresi. Në një studim të publikuar nga Ryerson University në Kanada mbi pasojat e stresit nga trafiku, vlerësoi se të gjendurin në trafik 3 herë në javë, vetëm 3 herë në javë, dyfishon dhe nivelin e stresit të përjetuar nga ata që nuk përjetonin trafikun asnjëherë brenda javës. Kush rinte 3 herë në javë në trafik, kishte 2 herë më shumë stres. Po të rish 6, 4 herë më shumë. Të rish 12, nuk e di, i bie 8 herë më shumë. Nëse përballja me trafikun ndodhte 3 herë në ditë tashmë, jo në javë, në ditë, niveli i stresit 25 fishohej. Krahasuar me personin që nuk përjeton dhe trafik. Pra, po të rish 3 herë në ditë në trafik, 25 herë më shumë stres ke. Këtë thoshte Ryerson University. Ashtu siç kundër edhe dihet botërisht, stresi aktualisht është një ndër burimet kryesore të disa sëmundjeve të kohëve të fundit që fillojnë nga disa lloj tumoresh, sëmundje të sistemit kardiovaskular, sëmundje degenerative të trurit e tjerë e tjerë. Përballja e përditshme me nivele të larta stresi, për shembull, rrit me 2.5 herë mundësinë e prekjes nga një sëmundje tumoriale. Prandaj, shumë vende të botës i kushtojnë shumë rëndësi faktit të eliminimit sa më shumë të jetë e mundur të faktorëve që nxisin stresin në jetën e përditshme. Dhe ndërta është dhe trafiku. Dhe e bëjnë këtë pikë së pari, sepse duan të ruajnë jetën e qytetarëve të tyre nga sëmundja. Por e dyta, e bëjnë sepse sëmundja e qytetarëve i kushton lek shtet. Pra i kushton para shtetit. Si në drejtim të shërbimit shëndetësor, pra ai që sëmuret do të kërkojë shërbim shëndetësor, i cili në një pjesë të mirë mbulohet nga shteti. Dhe kështu që sa më shumë sëmuren njerëzit, aq më shumë para paguan shteti. Por po ashtu edhe në uljen e rendimentit të punë. Mungesa në punë, e tjerë. Pra, sa më shumë sëmuren njerëzit, aq më pak janë rendimentiv në punë, aq më shumë mungojnë në punë. Pra është një humbje që vjen në disa drejtime. Por nuk është vetëm stresi dëmi që shkakton trafiku. Ndotja e ajrit është një element tjetër me efekt shumë negativ në jetën e popullatës, që gjenerohet nga trafiku. Dhe ndotja vret, më besoni. Sipas Bankës Botërore në vitin 2019, vdekjet që vinin si pasojë e ndotjes së mjedisit në vendin tonë ishin 2269 persona në atë vit. Dhe u bë një studim nga Banka Botërore, i cili u publikua më pas. Dhe kjo vjen për shkak se nivelet e ndotjes në vendin tonë janë rritur jashtëzakonisht shumë. Përsëri bazuar në studimin e kryer nga profesorët kanadezë të Ryerson University, përmendej fakti që sasia e ndotjes në një zonë me trafik të rënduar, në njësinë e kohës, ishte 29 herë më e lartë se sa ndotja në një zonë me trafik që rrjedh, që lëviz. Dhe kjo shpjegohet shumë lehtë me faktin që kur makina është duke qëndruar, emisioni i saj gazit është i vazhdueshëm për gjatë gjithë kohës së qëndrimit. Pra, ajo vazhdon nxjerr gazra. Kur makina ecën, ajo është vendose dhe përjedhoj sasia e gazit që ajo shiron në një zonë është e pakët.
për shkak të kohës së shkurtër që kalon tek ajo zonë, sepse ikën. Ndërsa kur është trafik, qëndron, kalon shumë kohë aty, emeton shumë gaz në atë vend dhe ndot shumë më tepër atë vend. Pikërisht sepse qëndron shumë kohë ndezur brenda një territori të caktuar. Ndalimet e trafikut dhe ecja e makinave me shpejtësi shumë të ulët ndosin shumë mjedisin pasi rrisin kohën në të cilën makina rri e ndezur. Pra, le të supozojmë se do të shkoje nga stacioni i trenit te Zogujzi, që është diku rreth 1.5 kilometra. Në një rrugë pa trafik, një makinë do t'i duhet diku të rreth 2.5 minuta për ta përshkruar të gjitha. Rrjedhimisht do të qëndronte ndezur vetëm 2.5 minuta në këtë zonë. Në një ditë normale trafiku, përshkrimi i këtyre 1.5 kilometrave bëhet për rreth 25 minuta në total, duke vjetëfishuar kohën që makina qëndron e ndezur brenda kësaj zone. Dhe kjo bën që në zonën nga Zogujzi te stacioni i trenit, nga çdo makinë që kalon aty, të ketë 10 herë më shumë sasi gazi të hedhura në ajër nga çdo të kishte nëse do të kishte trafik të liruar. Në një studim të bërë nga Instituti i Studimeve Ambientale këtu në Tiranë tashmë, është një hershëm, po këtë mund ta dëgjoj, evidentohet fakti që sasitë e ndocëve që hidheshin në atmosferë në vitin 2012 ishin 50 deri në 70 herë më shumë në vëllim se sa ndocësit që hidheshin në atmosferë në vitin 1989. Sipas kalkulimeve referenciale, sasia e ndotjes që lëshohet në atmosferë nga makinat është sipas tabelës që shikoni këtu në ekran. Duke qenë se studimi është bërë në vitin 2012, sot numri makinave është 2.5 fishuar. Dhe po aq herë është rritur dhe sasia e ndocëve që hidhen në ajër. Pra, krahasuar me vitin 1989, sot ne hedhim në atmosferë 120 deri në 170 herë më shumë ndotës. Ndërkohë që volumi i ajrit të qytetit është i njëjti me atë të vitit 1989. Dhe kjo sepse mënyra se si është zhvilluar arkitektura urbane e qytetit, me ngjeshje të popullsisë në qendër të qytetit, për shkak të ndërtimeve pa kriter që janë bërë aty, ka sjellë një situatë edhe më të rëndë në drejtim të përkeqësimit të trafikut dhe pasojave shëndetësore të ndotjes që ai shkakton. Në një studim të Agjencisë Europiane të Mjedisit, Shqipëria në vitin 2020 renditej si vendi i dytë në Europë për shanset që vdekjet të kishin si shkaktar ndotjen e mjedisit. Pas Bosnjë Hercegovinës me 27%, në Shqipëri 23% e vdekjeve kishin si shkaktar kryesor ndotjen e mjedisit. Pra, afërsisht 1 në 4 të vdekur, shkaktar kryesor të vdekjes së tyre kanë ndotjen e ajrit. Në Europë, mesatarja është diku tek rreth 13 deri në 14%. Tek ne është 24%. Dhe ky është një tregues që demonstron faktin që situata është goxha shqetësuese. Sepse shumë njerëz po ikin nga kjo jetë duke pasur si shkaktar parsor ajrin e ndodhur, i cili shkaktar parsor ka trafiku. Po le të ecim më tej. Dëmi që trafiku shkakton përveç se atij kryesorit që është shëndeti, është edhe dëmi ekonomik. Pra, ai që futet në xhepat e njerëzve, sidomos atyre që përdorin makinën si mjet transporti. Dhe në këtë aspekt dëmi është disa planësh. Plani i parë është ai direkt. Dëmi direkt që vjen si kosto në shpenzimin e karburantit. Le të marrim një shembull të thjeshtë. Në tabelën që shikoni në ekran, ka marrë një shembull të thjeshtë që i referohet një individi që kërkon të shkojë nga terminali i autobusëve, po e zëm, që është tek mbi kalimi, deri në sanatorium, por duke i rënë nga mes qytetit, për shkak të nevojave. Distanca është diku te 10 kilometra. Për thjeshtësi, po supozojmë që makina e atij individi shpenzon 10 litra për 100 kilometra në urban. Në momentin që rruga është pa trafik, individi do t'i duheshin rreth 15 minuta për të shkuar nga terminali në sanatorium, duke i rënë nga qyteti. Kostoja do të ishte çmimi 1 litre nafte, që sot është diku 200 lekë për litër. Në rastet e ditëve me trafik mesatar, këtij individi do t'i duhej 1 orë për të shkuar nga terminali në sanatorium. Dhe këtu po marr parasysh ditët me trafik mesatar, jo të rënduar, se kur trafiku është i rënduar, mund të duhen edhe 2 herë aq.
po që të eci më tej. Në momenti që makina thjesht qëndron e ndezur për 1 orë, dhe ecën me marsh, e keni pasur, ecën me marsh parë, ndalo ec për shkak trafikut, konsumi nga krahu tjetër rritet eksponencialisht. Mund të shkoj 20, ndoshta edhe 30 litra për 100 km. Unë, për mesatarizim, ka llogaritur që konsumi do të shkoj 25 litra për 100 km. Pra, tashmë, sasia e naftës që i duhet individit për të shkuar në sanatorium nuk është më 1 litër për këto 10 km. Është 2.5 litra, që sot kushtojnë 500 lek. Vetëm për shkak të trafikut, individi ka shpenzuar gati 300 lek të reja, ose 3.000 lek të vjetra, më shumë vetëm në këtë rrugë. Para. Në këtë pikë mund të themi që, në mënyrë metaforike, nëse jeton në Tiranë, dhe punën e ke në Tiranë, ti nuk e blen naftën me 200 lek litri. Jo. E blen naftën me 500 lek litri. Pra, çmimi i naftës s'është më 200 lek. Në Tiranë, çmimi real është 500 lek, vetëm për shkak të trafikut. Sepse duhet kuptuar një detaj thjesht. Duhet kuptuar që kur ne blejmë naftë apo benzinë, nuk po paguajmë lëngun në vetvete, se çfarë ta bëjmë lëngun. Por po paguajmë koston e përshkrimit të një distancë të caktuar që na mundson ky lëng. Pra, kur unë blej 1 litër naftë, unë nuk blej lëngun, por blej 10 kilometra distancë do të përshkruaj me këtë 1 litër. Tani, nëse për të bërë këto 10 kilometra, për shkak të trafikut, nuk më duhen më 1 litër, po më duhen 2.5 litra, atëherë çmimi i naftës nuk është më 200 lek, por 500 lek. Dhe mund të themi që për shkak të trafikut, çmimi i naftës është rritur nga 200 lek në 500 lek për litër. Dhe më besoni, trafiku është rritësi më i madh i çmimit të naftës përtej bursës, përtej taksave, përtej gjithçka, sepse e multiplikon çmimin. E multiplikon trafiku. Ti nuk të duhet më 2.000 lek, duhet 5.000 lek. Kur po përgatitesha për këtë emision, unë kërkova në fakt të gjëja nëse kishte një studim nga aktorë shtetëror apo civil në lidhje me humbjet financiare që shkakton trafiku në Tiranë. Përveç aty të çmimit. Por nuk arrita do të gjej. Edhe në këtë mënyrë mundova që të agregoj vetë disa të dhëna empirike që arrita të gjej. Sikur çdo individ që lëviz sot në trafik në Tiranë, të humbas për shkak të trafikut, le të themi 1 litër naftë në ditë. Erë mbullakosin 300 lek, sa që përmendëm pak më lartë. Për shkak të trafikut, që do të thotë që shpenzoj mesatarisht 15 minuta në ditë trafik, sepse po për 1 litër 15 minuta në ditë trafik është kjo që ec nalo. Çka natyrisht është një shifër me shumë rezerva, sepse unë kam marrë vërtet si referencë 15 minuta, po ata që ngasin makinën në Tiranë dhe ju duhet të eci në Tiranë, e kuptojnë që 15 minutat janë me shumë rezerva, sepse dhe ja gjon shumë më tepër. Gjithsesi, nëse secili nga mjetët humbet 300 lek në ditë në trafik, atëherë të 250.000 makinat që lëvizin në ditë në Tiranë, humbasin çdo ditë për shkak të trafikut rreth 75 milion lek të reja, ose 750 milion lek të vjetra. Ose në një vit humbasin diku tek rreth 27.3 miliard lek të reja, ose rreth 290 milion euro. Dhe këto janë lek që thjesht humbasin. Shkojnë në tym në kuptimin e parë të fjalës. Madje më keq, këto shkojnë për sëmundje dhe vdekje të shtuara, sepse gjithçka prodhojnë këto lek është jo vetëm humbasin nga xhepat e njerëzve, por ato shkojnë për të shtuar numrin e të sëmurëve dhe fatkeqësisht edhe të vdekjeve me ndotjen që shkaktojnë apo me stresin që shkakton trafiku. Por nuk është vetëm kjo humbja financiare që trafiku i shkakton qytetarëve, është dhe humbja, është dhe kostoja orëve të humbura në trafik. Se dhe kjo duhet llogaritur. Nëse çdo individ i punësuar humbet çdo ditë për shkak të trafikut rreth 15 minuta, e marrim referencial, pavarësisht se në një studim të Porta Vendore Pikal konstatohet se pak në transporti urban, që është edhe pjesa më e prekur e fenomenit të trafikut, vonesat i kishte diku deri në 38 minuta për çdo ndalesë për shkak të trafikut. 38 minuta. Gjithsesi, në një mesatarizim ne po e konsiderojmë si 15 minuta vonesën për të gjithë, mesatare. Atëherë, siç e shikoni te tabela në ekran,
humbja që i vinte ekonomisë çdo vit nga orët e punës të humbura në trafik, shkojnë diku të kretë mbi 74 milion euro. Orët. Dhe kjo shifër rritet sa më shumë të rritet orët e humbura në trafik. Pra, përveç 150 milion euro që humbisim të karburantet nga trafiku, humbasim diku edhe 70 milion euro të tjera mesatarisht për shkak të orëve të humbura të punës. Dhe këto janë para që avullojnë çdo vit nga qyteti. Thjesht avullojnë. Po kush janë shkaktarët e kësaj situate, do thoni? Natyrisht, fajtori më i madh është shteti. Bashkia Tiranë, mënyra se si ajo ka organizuar infrastrukturën në qytet. Tirana, brenda Unazës, ka të njëjtin stok rrugësh që ka pasur që në kohën e Enver Hoxhës. Ndërkohë që ato rrugë ndërtuan në qytet që kishte gjithsej 2500 makina. Sot, qendra e Tiranës rrifet nga gati 250.000 makina në ditë. Madje, edhe ato rrugë ngushtuan sepse u bën korsit e bicikletave, po e keni parasysh. Pa u menduar fare se çfarë do bëjmë me trafikun. Thjesht për populizëm u ndërtuan ca korsi bicikletas. Pra sot, ne kemi 250.000 makina që lëvizin në 70% të rrugëve që u ndërtuan për vetëm 2500 makina në kohën e Enverit. Vëja një emrin vetë. Shkak tjetër është edhe tembushja e qendrës së Tiranës, me ndërtime, dhe ngjeshja e gjithë popullatës në qendër, futën gjithë. Janë rreth 500.000 banorë që jetojnë në një hapësirë gati 8 km2. Është shmenduri. U mbush qendra e Tiranës me ndërtime, me njerëz që ngjishin aty vetëm e vetëm, sepse metri katror i banesës aty është më i shtrenjtë. Dhe rrjedhimisht, lejet u dhanë aty, sepse dhe rishfeti për pushtetarët është më i lartë. Dhe vetëm për të mbushur xhepat e tyre, o burra e masakruan qendrën. Sepse duhet kuptoni si funksionon logjika e këtyre që vinë në pushtet. Mos shikoni sot që këta kanë nga 12 apo 16 vjet në pushtet. Kur vinë, këta vinë me idenë që do rinë 4 vjet. Dhe me këtë ide që do të rinë dhe vetëm 4 vjet, këta u lëshuan si të babëzitur për të dhënë leje ndërtimi aty ku ishte toka më e shtrenjtë. Pse? Sepse aty ishte edhe rishfeti më i madh, aty ku është toka më e shtrenjtë, që është metri katror më i shtrenjtë, është edhe rishfeti më i madh. Dhe ai nuk pyeti sepse tha unë 4 vjet do jem ta. Të bëj çfarë të mundem tani, tha bjeri me top sa të mundesh, ha me karroca, jo me lopata, me karroca, sepse 4 vjet do jesh. Më kupton? Dhe kjo i detyroi, ose më saktë ky ishte udhëzimi që ndoqën ata, që të jepnin leje ndërtimi ta mbushin qendrën e Tiranës, që ishte edhe zona më e shtrenjtë ku metri katror shitej më shtrenjtë, me ndërtime. Që të fusin sa më shumë lekë të mundeshin në xhep, sepse ata thoshin 4 vjet o vlla do iki unë. Të fut sa të mundet tani në xhep se do iki për 4 vjet. Dhe si përfundim, Tirana u batërdis siç është batërdisur sot. Është te mbushur qendra, katastrofale. Vetëm e vetëm sepse ata donin të bënin sa më shumë lekë të ishte e mundur ato 4 vjet. Se logjika e pushtetit kështu është, bë sa të mundur se do ikësh. 4 vjetje. Më kupton? Këtë na bën ata. Natyrisht që Tirana në një fazë duhet të rritej. Natyrisht që Tirana ka nevojë për apartamente. Por problemi është që ajo duhet zgjeruar në hapësirë. Qyteti duhet zgjeruar me lagje të reja në të 4 anët e tij. Dhe jo të ngjeshë i gjithë në qendër. Ngjeshja solli rritje të njerëzve në qendër. Solli rritje të numrit të makinave në qendër, që sot, tani po flasim, prodhojnë këtë kolapsin e trafikut, i cili zgjatën gjithë qytetin, duhet thënë. Shkak tjetër është edhe mungesa e alternativës në transport publik. E keni vënë nga vinë pamjet e qyteteve me trafik kaotik, me shumë trafik, me njerëz që jetojnë bashkë me makina, për keni parasysh, ja këto pamje që vinë nga India, apo nga Pakistani, apo nga Kambodja, pra këto vendet e treta. Në qytetet europiane nuk ka trafik, në qendër jo të paktën. Dhe jo çdo ditë, dhe jo çdo orë, siç ka këtu. Po flas për qytetet me flukse turistike të moderuar si Tirana, që vinë 500.000 turistë ditë, se natyrisht Roma, ose do ma merrni Roma për shembull, por Roma ka 11 milion turistë shok. Dhe i ka qendra turistike në qendër të qytetit, sepse është qyteti që është ndërtuar aty ku ka qenë. Më kupton? Dhe mund ta justifikoj dhe i justifikoj.
Por Tiranë me 500.000 turistë në vit, të ngjashmet, këto me flukset të moderuara turistësh në Europë nuk kanë trafik. Pse? Sepse para janë të organizuar, janë të shtrira në gjerësi, për një shpërndarje të popullsisë, dhe jo ngjeshje të saj. E dyta, ato kanë transport publik funksional. Ne kemi autobusë rëgë, ato kanë menduar dhe kanë investuar, kanë ndërtuar metro. Pse? Sepse i kanë futur njerëzit poshtë, i kanë hequr nga rruga. I kanë hequr njerëzit nga rruga. Hiqin nga rruga, futi poshtë. Dhe kur ke futur njerëzit poshtë, ke hequr dhe makinën nga rruga, ke hequr dhe këmbësorin, i ke hequr gjitha. Më kupton? E ke liruar rrugën. Dhe e treta, që është një faktor ndoshta dytësor kështu, por që në Tiranë është vërtet shqetësues, është edhe sistemi semaforëve. Vetëm në Tiranë ti gjen semaforë që funksionojnë në të njëjtën kohë ecën makina, në të njëjtën kohë ecën këmbësori. Kur ndërkohë do duhet të diferencoheshin, pra kur ecën makina nuk ecën këmbësori. Ti ke një numër shumë të madh semaforësh në Tiranë, sidomos thesat djathtas, të cilat i japin përparësi të dyave në të njëjtën kohë, edhe makinës, edhe këmbësorit. Dhe kjo është jo vetëm trafiku është jam e pakt, por kjo është rrezik për jetën e këmbësorit. E keni parasysh, besoj, në fund të bulevardit Zogu i Parë, ku bulevardi takon sheshin Skënderbej, semafori djathtas që futesh në unazën e vogël të Tiranës është edhe për njerëzit, edhe për makinat. Dhe aty ka flukse të mëdha, edhe njerëzish, edhe makinat çka e bën rrezikun potencial për aksident të jashtëzakonshëm. Dhe nuk është vetëm aty. Në Tiranë, në përgjithësi, ti gjen semafor të tillë, ku djathtas mund të jep përparësi makinës, i jep leje makinës për të ecur, i jep leje edhe qytetarit edhe këmbësorit për të ecur. Kjo çfarë prodhon? Prodhon trafik, sepse makina do presi patjetër sa të kalojë këmbësori. Por duke qenë se kohët e semaforëve janë të njëjtë për të dyja, atëherë shpeshherë ndodh që makinat nuk lëvizin dot fare, sepse vijat e bardha janë mbushura me këmbësor. Ikën semafori, vjen e kuqja, makina përsëri mbetet aty. Se as këtë nuk e vëmë në punë. As për këto gjëra nuk i vëmë në punë. Kështu që të gjitha këto çfarë thash më lart e çojnë situatën e trafikut në atë që është sot dhe që ne e vuajmë për ditë. Nuk besoj se do të kemi një zgjidhje të shpejtë në lidhje me këtë drejtim. Por sa më shumë sensibilizohemi, aq më mirë është për ne, me qëllim që të paktën i bijem çdo dere të mundshme që ndonjë dritare të na dëgjojë. Kaq edhe për sot, ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe bashkë takohemi javës tjetër.